Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi joni 67. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, të dashur miq, përshëndetje. Faleminderit që jeni këtu me ne sot, si gjithmonë. Jemi shumë rinjohës për faktin që ju na ndiqni, që na mbështesni, edhe ju ftojmë që të vazhdoni të jeni pjesë e këtij rrugtimi e të na mbështesni duke parë videot dhe duke shpërndarë atë me miqtë tuaj. Po, patjetër, një rikujtim që ne ndodhemi në të gjitha rrjetet tona sociale, në Instagram, Facebook, mund të na ndiqni aty për të mos humbisni episodet e përjavshme që ne shpërndajmë të ftuarve të ndryshme që ne kemi dhe më besoni që kemi patur të ftuar shumë interesant me histori të bukura, frymëzuese. Edhe nuk do doja që ju t'i humbisni këto, dhe mos harroni gjithashtu edhe në kanalin tonë e YouTube, mund të na bëni subscribe aty dhe të na ndiqni gjitha episodet që ne publikojmë. Me pak fjalë të jemi kudo në gjitha kanalet e podcastit me versionin audio dhe versionin video që mund të na ndiqni. Enida, mund të na bësh prezantimin të lutem të ftuarit tonë të radhës? Patjetër, sot kemi një vajzë të re që do ta prezantoj tani. Geralda Çuhaj është një vajzë 17 vjeçare nga Elbasani, e rritur mes thjeshtësisë së qytetit dhe një shpirti të ndjeshëm që udhëheq në çdo hap. Ajo ndjek vitin e dytë në gjimnazin Daskal Todri dhe është e pasionuar pas artit, pikturës, aktimit, këndimit dhe së fundi shkrimit të poezive, siç na ka thënë, ku ajo shpreh anën e saj më të thellë emocionale. Besimi ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e Geraldës, e cilë e rritur mes kishës dhe e përfshirë në shërbime që kanë formuar karakterin dhe ndjeshmërinë, edhe pse ajo vetë pranon se emocionohet dhe preket lehtësisht. E butë në shpirt, po e fortë në vendime, Geralda vazhdon të rritet mes artit, shkollës, besimit dhe ëndrave të saj për të ardhmen, duke ndërtuar pak nga pak versionin më të mirë të vetes. Geralda, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë që pranove këtë ftesë. Unë dhe Nida jemi shumë të emocionuar, jo vetëm për faktin që ti ke ardhur në podcast, por e di që ke një histori shumë të bukur për të ndarë me ne, por edhe për faktin që kemi akoma të rinj, të reja që në bashkojnë podcastit për të ndarë historinë e tyre. Dhe pa unë për kohën, unë do të kisha shumë dëshirë të njihja aty, të na flisje pak për vendlindjen tënde. Me sa dëgjuam, ke lindur në Elbasan, a mund të na shpjegosh pak si ka qenë fëmijëria jote? Po, fëmijëria ime ka qenë një fëmijëri që shumë e thjeshtë, se unë, siç thash, duke qenë se jam rritur në një qytet që mbizotëron thjeshtësia, edhe jam rritur nga një familje e thjeshtë, edhe një familje me shumë vlera, edhe që më ka mësuar që edhe pse fëmijë të marrë vendime të duhura dhe vendime të matura, sigurisht me mendimin e prindërve të mi, edhe unë për shembull nuk është se kam qenë si gjithë fëmijët e tjerë që nëse fëmijët për shembull janë ata në qytet vegjël që ndoshta bëjnë ndonjë gabim që shpesh herë është i keq, shpesh herë është dhe i mirë, por që unë jam rritur me një fëmijëri që mendoja të paktën 2 herë përpara se të bëja një veprim, edhe mendoj që kam qenë pak më indiferente se fëmijët e tjerë, sepse mendoja shumë, arsyetoja shumë për shkak të kulturës edhe disiplinës që prindërit e mi më jepnin, edhe mendoj se më ka bërë shumë mirë, sepse kam mësuar se si të qëndroj e stabilizuar dhe qëndroj të marr një qëndrim tek gabimet e mia
mos i bëj ato shpesh, gjithashtu edhe të kënaqem me veprimtari të ndryshme, edhe me lojra të ndryshme. Tani më unë po shpëndaj një foto ku ti ke qenë e vogël, nuk e di çfarë të mbahet në mend apo çfarë kanë thënë prindrit, si ke qenë ti si fëmijë i vogël, çfarë të karakterizonte ty? Këtu në fakt ndoshta do kem qenë 2 ose 3 vjeç. Si çdo vajzë, do kisha shumë qejf që të pis pillosës ose të bëj eksperimente me flokët, por që këtu, domethënë, po të shohësh disa foto të tjera që unë i kam në album, fakt, nuk i kam në telefon, kam qenë me vlogët shumë të shpërndara, kam qenë e lyer, super lyer, edhe në këtu fakt ka qenë mami që më ka rregulluar, sepse dilja gjithmonë shumë e ngjeshur, edhe Sa kujtim shumë i bukur kjo, vërtet shumë mirë. Faleminderit që ndave me ne. Diçka tjetër që do të pyesja është për qytetin, sepse ti the shumë bukur që Elbasani është një qytet i thjeshtë, qytet i mrekullueshëm. Çfarë kujtim tjetër mban mend për qytetin që ti ke lindur? Çfarë ka Elbasani që ndonjë qytet tjetër i Shqipërisë ndoshta nuk e ka? Elbasani ka çdo gjë të veçantë, qoftë edhe njerëzit, se ka njerëz që ka një dashamirësi shumë të jashtëzakonshme dhe ka një dashuri shumë të madhe, edhe më vjen mirë në fakt që i shoh këta njerëz, edhe pse janë jo antar, si sigurisht për jo antar po flas, ka një dashuri shumë të mirë, ka një vetbesim, ka një shpresë brenda tyre që më bën të kuptoj që okay, ky qytet ka një vlerë shumë bukur, ka njerëz të mirë, edhe ka për shembull Kalaja për shembull e Elbasanit është një moment për shembull që ka qenë ndër vite, edhe që mendoj që është pika kulmore që Elbasani ka, sepse mund të ketë kisha brenda, ka xhami, mund të ketë edhe fondacione të ndryshme për fëmijë në nevojë, ka mini restorante të vegjël, ka lokale, pra ka shumë llojshmëri të brenda në Kala, edhe përveç atyre ka dhe shumë rrugë që mund kalosh, edhe kjo është gjëja më e bukur për shkak që ka Elbasani, është dhe Sahati, që është po prap pjesë e Kalas, që është një gjë e bukur që ka qenë në femrinë time dhe që vazhdon akoma të jetë. Pastaj momentet festive, për shembull dita e verës, për shembull është kryesore në ditën e Elbasanit, sepse aty domethënë është qendra ku festohet, ku mblidhen, edhe se po na afrohet edhe tash. Po, çfarë promovimi i bukur kjo, vërtet mua më befasoi që sa me dashuri flet për qytetin e bukur të Elbasanit. Unë kam qenë vetëm disa herë, edhe di vërtet që ato që ti the që e karakterizon si një qytet shumë të veçantë, kështu që faleminderit. Unë jam personalisht i shitur për këtë, por faleminderit që ndave këto emocione për qytetin tënd. Është Elbasani, Gjoni, jo se jam nga Elbasani, është qytet shumë i bukur, që jemi me fat që sidomos dita verës se do vi pas disa kohësh, kam përshtypjen që dhe tani që janë pjesët e fundvitit duhet të ketë filluar zbukurimet në Elbasan. Unë kam pak kohë që s'kam vajtur, kështu Geri ndoshta e ka parë, por që është qytet shumë i bukur. Geri, dohet na tregoj pak për familjen, më duket se ke një motër dhe një vlla, si ka qenë marrëdhënia me ta, na fol pak shpërblimisht për ta. Vllajin dhe motrën e kam diferencë shumë të madhe moshe, sepse vllai im është 32 vjeç dhe motra im është 27, do 27. Edhe duke qenë se kam një diferencë shumë të madhe moshe, me vllain për shembull ndoshta se kam pas shumë afrimitet, sepse duke qenë se është mashkull, edhe për shembull
nuk mbaj mend, sinqerisht se nuk mbaj mend, domethënë ndonjë momenti për shkakun që më ka përqafuar ose momentin që më ka dhënë një puthje, nuk e di, nuk e mbaj mend, ndoshta kam qenë shumë e vogël dhe nuk është se e mbaj mend, por që me motrën kam shumë kujtime, me motrën kam jashtëzakonisht shumë shumë afinitet, duke qenë se jemi vajzë me vajzë dhe kuptohemi shumë mirë. Edhe motra në fakt është një ndër pikat e mia më të dobta, sepse jam rritur prej saj edhe në qënë momentin e parë që kam lind nga barku mamit, ajo më ka ushqyer, më ka ndruar, ka luajtur me mu, ka raste që kur ishim në shkollë që unë isha në kopër, sa ishte më e vogël unë qaja në gjatë kopshtit edhe ajo linte orët e mësimit për të më mbajtur mua gjatë kopshtit. Kishte raste për shkakun që unë nuk kisha ndonjëherë kopësht edhe ajo shkonte në shtëpi, më çonte dhe pastaj vinte prapë në shkollë. Pra ka bërë një sakrificë jashtëzakonshme për të më rritur mua dhe gjithashtu një detaj shumë i bukur që motra më ka thënë është që edhe kur ka filluar që të ecë për herë të parë, ka filluar që të ecë tek barku i saj, edhe ka qenë domethënë kur ma tha domethënë thjesht më mbushën syt me lotë dhe thash prandaj thash kam lidhje kaq të ngushtë me ty sepse jam rritur nga dora e saj edhe vazhdoj akoma që të kemi afinitet me motrën, se me të vërtet është ndjenja motër me motër është një ndjenjë që kush ka motër e din vetë, kështu që është një ndjenjë që për mua është shumë e shenjtë edhe është një ndër ndjenjat edhe një ndër lidhjet më të forta që mund të ketë njeriu. Në shumë e bukur. Më bëre kështu si unë nuk kam motër, nuk e di si është, po e kam ndjerë shumë mungesën e një motre, kështu kur ti flisje ishte shumë emocionuese, po më bëhet shumë qefi kur dëgjoj që ka këto lidhje midis motrave dhe vëllezërve, janë është shumë, janë lidhje shumë të veçanta. Pas prindërve ato na ngelin, kështu që është shumë gjë e bukur. Më bëhet shumë qefi për ty që keni këtë marrëdhënie. Doja dija tani pak se si e njohur për kishën, çfarë do të thotë kisha për ty. Besoj se unë mbaj mend kur ti ishe vogël Geri, vje me mamin, ndoshta të ka sjell mami, po na trego pak se si ka qenë fillimi në kishë për ty. Sigurisht që mami ka qenë shtysa, por që edhe mami ka pasur një shtys, kështu që ka qenë motra burri ajo që ka ftuar mamin që të vinte një ditë në kishë për të parë dhe për të vëzhguar se si zhvilloheshe, se çfarë bëheshe në këtë kishë. Edhe më mori dhe sigurisht mua me vete, se nuk kisha si mos shkoja. Edhe shkuam edhe mami t'i pëlqeu si event, mi pëlqeu shumë se si zhvilloheshe mësimi atje edhe mendonte që ta frekuentonte më shpesh, por gjithashtu ftonte edhe misionarë që të vinin në shtëpinë tonë. Edhe mua më pëlqente sepse isha e vogël edhe domethënë vinin njerëz në shtëpi edhe mësonim librin e mormonit. Edhe në fakt mami ka qenë një frymëzim shumë i madh sepse mami lexonte shumë shkrimet e shenjta. Edhe i shkruante ato në një blog. Edhe domethënë pasi lexonte vargun, ato çfarë ajo mendonte e shkruante në një blog edhe e shikuar çdo ditë në fakt kur isha e vogël që lexonte shkrimet e shenjta dhe ndonjëherë kur ajo e linte atë librin, pasi kishte mbaruar se studiuar e linte librin aty e merja unë e lexoja, por që duke qenë se isha shumë e vogël nuk e kuptoja, por që me kalimin e kohës shqyr që mami ka qenë për një kohë gjatë anëtare edhe që unë pak gëzova e vogël edhe fillova të rritesha avash me kishën edhe më vjen mirë që sot e kësaj dite jam akoma pjesë e saj edhe sigurisht kam ndier shumë bekime, kam ndier shumë dashurinë e Perëndisë afër meje edhe
Kjo është arsyeja pse unë jam aktualisht antare e kishës, sepse gjërat e vërteta janë ato që ndjehen edhe kjo kishë ma ka dhënë atë ndjesin, ma ka dhënë praninë e Krishtit në shumë faza, edhe në çdo pjesë të jetës ku kam pasur nevojë vërtet për praninë e Perëndis, edhe ëm, duke qenë se ma ka dhënë të ndjesi, kam thënë që okay, kjo është kisha që me të vërtet duhet frekuentohet sepse është një kishë që ka vërtetësi. Mirë. Shumë ndjenja të bukura dhe pozitive për fëmijërinë, për kishën. Po do të dëgjoja pak dhe nga eksperienca e pagëzimit. Besoj se ke qenë 8 vjeç ndoshta. Po, Unë nuk kam qenë te pagëzimi jot, po doja të kthehesh pak pas në kohë dhe na tregoje si ishte. po. Mua më ka pagëzuar në fakt Antoni Jordani, vllai Jordani, edhe ka qenë miku i parë, ka qenë miku i parë që kisha në kishë, duke qenë që isha shumë e vogël edhe isha pak e ndrojtur, kisha pak turp që të flisja me njerëzit, edhe Antoni duke qenë se është një tip shumë i dashur edhe mundonte që me ato teknikat e veta të t'i afronte njerëzit edhe sigurisht edhe unë rash brenda këtyre teknikave që Antoni e përdorte. Dhe më bë mik shumë të mirë edhe që kur mora vendimin që të pagësohesha, personi i parë që merrte në mendje kur ato thanë që cili do të pagëzoj ishte thash Antonio, sepse Antonio ka dhënë bukaje, ka dhënë mbështetje, dashurinë që kërkova. Edhe në fakt duke qenë se unë thash jam rritur jam rritur domethënë e pjekur edhe në fëmijëri, i kapja shumë shpejt gjërat, edhe duke qenë se isha e devotshme, duke qenë se edhe pse e vogël unë ja dija rëndësinë e Ungjillit, ja dija rëndësinë e kishës, sepse sigurisht para se të pagëzohesh bën disa mësime edhe misionarë në fakt habiteshin për faktin se si unë i mësoja, i studioja kaq mirë këto studimin e Ungjillit edhe mësimet që vinin njëra pas tjetrës, edhe ishin aq të zellshëm për të më dhënë mësime dhe thanë që okay, ti edhe pse je e vogël, ti ke një bagazh shumë të madh edhe ti do kesh shumë besim të fortë kur të rritesh edhe besoj se do bësh gjën e duhur nëse ti pagëzohesh. Në fillim fakt kemi pritur pak sepse babai im nuk ishte dakord që unë të pagëzohesha, por që misionarët sigurisht nuk u dorëzuan edhe filluan të vinin akoma dhe më shpesh në shtëpinë time duke mos janë anashkaluar mësimet, edhe kaloi një kohë pastaj që edhe babi u binde dhe tha, okay, vajza ime mund të pagëzohet edhe ka qenë edhe dëshmia ime e parë që kam pas shumë emocione edhe nuk e bëj më se çfarë kam thënë në dëshminë time të parë, sepse aq shumë emocione kam pasur. Edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Shumë gjë e bukur kjo që the. Po do na thoje pak se si ka qenë tritesh në degën e Elbasanit, çfarë të ka dhënë kjo degë ty edhe a ke ndonjë kujtim të parë shpirtëror që të ka mbetur në zemër që do ta ndash me ne? Elbasani si qytet është një qytet që ka shumë njerëz të dashur, siç thash. Edhe në kohën që unë isha e vogël, dega e Elbasanit ishte e mbushur me antar edhe bënim aktivitete të ndryshme dhe mbaj mend që patëm një herë një aktivitet ku kishim pe lidh pak edhe me talentet, kishim një konkurs të themi ku kishim
për të kërcyer secili individualisht edhe ai që fiton do merrte një certifikat në fund, edhe unë fitova, domethënë. Unë fitova edhe mora këtë certifikatën në fund, po më bëri përshtypje fakti se si edhe pse kishte nga ata të rinj, të reja që kishte shpesh nga emocionet ngatroheshin ose kishin rast për shembull që kishin emocione edhe më bënte përshtypje dhe më bënte të ndjesha shumë mirë për faktin se publiku, le të themi, ose antarët e tjerë që vëzhgonin, jepnin kurajo dhe jepnin mbështetje, edhe nëse ajo stënonte diku ose kishte nevojë për një përkraje, edhe sigurisht edhe unë pata pak emocione kur dola që t'jepja përcaktimin tim, edhe pata mbështetje shumë të madhe nga antarët, edhe pastaj kur mora domethënë certifikatën në fund ishte një tash okay, e fitova. Edhe kjo është eksperienca e parë që kam pas në Kish, që fitova domethënë atë konkursin. Është dhe pjesa e tempullit, po që pjesa e tempullit është diçka më shpirtërore, edhe jam shumë e lumtur që kam pasur mundësinë për të shkuar atje. Ajo momenti ku vishin që gjithë me të bardha, edhe punojnë si janë me të bardhë, qetësia që mbizotron, njerëzit që pakësohen. Unë kam pasur fakt herën e parë që shkova, sepse për mua kësaj radhe është hera e tretë mos gaboj që shkova, edhe herën e parë që shkova kisha nderin e kënaqësinë që të pakësoja gjyshin time, edhe gjatë kohës që pakësoja atë më vinte për qarë, sinqerisht, edhe thoja që më në fund gjysha ime, familja ime po bashkohet në këtë Kish, edhe ka qenë edhe të vazhdon mbetet eksperiencën e mia më të bukura, tempulli, edhe sa herë që do të më jep mundësia, jam shumë e sigurt që nuk do ta refuzoj, sepse kam mësuar shumë çka nga të shkuarit në tempull, edhe më ka rritur shumë shpirtërisht, edhe aty e kam ndier me vërtet praninë e Perëndisë sa i shport, sa nuk e kam ndier asnjëherë më përpara. Edhe Po shumë faleminderit që ndave këtë, vërtet është një vend shumë i shenjtë, edhe më bëhet shumë qefi që si një adoleshent në të ti ke gjetur paqe dhe ke gjetur si thosh kuptimin e vërtet të tempullit. Edhe kjo është qëllimi që ne duam për të gjithë, them drejtën, por jam befasuar që e ke gjetur kaq herët në jetën tënde. Diçka tjetër që doja të flisin tani, që unë e konsideroj si një privilegj dhe një bekim të madh për të rinj të rejat në Kish sot, është programi i seminarit, për të cilën na ndihmon shumë që të mësojmë për Ungjillin e Jezu Krishtit, por edhe të rritemi në dëshminë tonë. Dhe doja që ti të flisje me fjalët e tua që çfarë do thotë seminari për ty. Kështu kam me mësuesin e seminarit këtu. Për mua për shembull është viti që do të jetë viti i fundit që unë do jem pjesë e seminarit, sepse mbush 18 vjeç edhe do jem pjesë në institut, edhe do më mungoj shumë, sepse fakt do na mungoj pjesa kursion me çdo mëngjes, edhe Enita ka pret me një mëngjesi, si jeni, a jeni zgjuar, apo jeni gjumë akoma. Edhe ajo studimi i shkrimit në mëngjes është diçka shumë e bukur mua, sepse nis ditën me pozitivitet, edhe ka raste për shembull që edhe mungoj ndonjëherë sepse më zë gjumi, edhe kur shkoj, domethënë që bëhem gati për të shkuar në shkollë, ndihem domethënë shumë e lodhur, shumë e kutur, them po çka kam që pse nuk po më ecën dita kështu siç më ka ecur ditët e tjera, edhe them që okay, s'kam hyrë në seminar, edhe më mungon pjesa seminarit, kështu që duhet
duhet hyj që të më shkoj dita pak më mbar dhe me pozitivitet. Edhe është domethënë një gjë shumë e bukur që takohesh edhe është i mundësishme mirë për të takuar me të rinjt, me miqt, me anë të me anë të Zoomit, edhe të flasësh me ta është Është vërtet një mrekulli, sepse unë mbaj mend kur unë isha i ri, në Kish që nuk kishim teknologjinë edhe prezenca jone ishte domethënë atje fizikisht, edhe ishte shumë e vështirë sepse bëhet fjalë për orët e herët në mëngjes, më thonë që për një të ri ose të re domethënë është shumë e vështirë. Edhe për sos kësaj domethënë që të shkosh direkt në shkollë pas seminarit edhe të jesh si thua i zgjuar më herët se sa shokët e tu, domethënë është një mrekulli. Është një sakrificë, por gjithashtu edhe një mrekulli. Dhe falenderoj që folëm me kaq shumë dashamirësi. Jo sepse një dash këtu, por e di që vërtet ti ke një dashuri të madhe për seminarin. Jam për shumë vite studente e seminarit edhe më besoj që sa më shumë kaloj kohë aq më shumë më mirëmalli, sepse them që okay, dhe një vit do ta kem më pas të hyjnë një institut, kështu që Po, shumë bukur. Do të pyesja për sos kësaj, ke patur ndonjë thirrje apo ndonjë mundësi që ti ke shërbyer në Kish në ndonjë kapacitet? Po, patjetër. Unë thirrjen e parë që kam marrë ka qenë si mësuese muzike, që vazhdoj akoma ta kem aktualisht si thirrje. Thirrja e dytë ka qenë këshilltare e dytë tek të rejat në Elbasan. Më pas u lirova nga kjo thirrje dhe më pas tani aktuale që kam thirrje është si presidente klase në Elbasan, edhe po përpiqem të punoj për këtë thirrje të re, sepse sapo e kam marrë edhe du të përgatitem. Shumë bukur. Ne jemi shumë e njohës për të gjithë rinjtë të reja që vendosin që të shërbejnë në çdo lloj kapaciteti. E di që është e vështirë ndonjëherë. Unë mbaj mend kur mora thirrjen e parë edhe isha duke mësuar të rinj, kërkuesit që vinin në Kish, edhe ishte një përgjegjësi shumë e madhe për mua, domethënë që isha vetëm 17 vjeç, e njëjta moshë si ty, që të mësoja të tjerë që vinin në Kish, që nuk e kishin fare iden që çfarë është Kisha, po mësonin, isha akoma në ato hapat e para. Por jemi shumë i njohur sepse siç na thënë në shkrimet e shenjta që Zoti domethënë e lartëson atë që pranon një thirrje. Kështu që ti nuk e pse të jesh domethënë i përsosur me njohuri apo me çdo veti tjetër, thjesht duhet të jesh atje, të shpresh veten tënde si vullnetar dhe që të jesh i gatshëm për të shërbyer. Me qëra fjala për shërbimin, ti besoj se shumë të tjerë që na ndjekin kanë dëgjuar njoftimin që është bërë nga presidencia e parë e Kishës, që ka njoftuar që motrat tani më mund të fillojnë shërbimin e tyre misionar në moshën 18 vjeçare. Edhe doja të dija nga ty domethënë që a ke menduar që ndoshta një ditë edhe ti të mund të shërbesh një mision? Ose më ka prek një temë që unë në fakt që moshën 16 vjeçare kam menduar që për pjesën e shërbimit në mision, duke qenë se misionaret kanë qenë një frymëzim shumë i madh për mua. Por tani që jam rritur pak, e kam me më dyshje në pjesën e misionit, sepse domethënë jo domosdoshmërisht për të qenë domethënë nëse ti je misionar nëse ti je misionar duhet të shërbesh, domethënë edhe nëse ti je një antar mund të shërbesh në mënyrën tënde. Domethënë është punë misionare edhe ajo, por që për të shkuar diku jashtë edhe për të drejtuar ungjillin diku jashtë, si shumë të rinj kanë bërë edhe si shumë miqtë e mi që aktualisht janë në pjesë e misionit kanë bërë, është një gjë vërtet e bukur, por që unë
jam në më dyshën ndjen me këtë pjesë, edhe jo se nuk nuk shërbej, sepse duke qenë se unë jam pak jam më re mosh edhe mundohem që t'i shërbej atyre që janë pak më të domethënë atyre grave që janë pak më të vjetra se sa unë edhe shërbej edhe domethënë vullnetarisht për shumë për aktivitete që mund të kemi në kish, duke organizuar diçka ose duke dhënë kontributin tim në këtë aktivitet ose duke shkuar tek shtëpia një motre për shembull për ta vizituar, për ta pyetur si e ka kaluar ditën. Domethënë kam bërë këtë gjatë kohës që domethënë tani aktualisht, po për pjesën e misionit kë nuk jam shumë e sigurt, nuk e di. Ende nuk kam marrë një përgjigje për pjesën e misionit, se në fakt është një përgjigje që a jam unë e gatshme që të shërbej një mision diku jashtë vendit tim edhe në një vend që është i huaj edhe nuk një askënd. Është një sfidë më vete edhe për mua, për shumë, unë i kam qef sfidat, edhe nëse janë vështira, por që thjesht të më mungon ajo përgjigja që duhet të marrë, që a jam unë e gatshme apo jam unë e denjë për të shkuar në mision. Faktikisht kjo është opsionale, se motrat e kanë opsionale për të shërbyer një mision. Po ka dhe shumë mundësi tjera, mund të zgjedhësh që të shërbesh në Shqipëri, ka një mision shërbimi, po gjithsesi kjo është një zgjedhje shumë personale, varet çfarë do Zoti për ty dhe çfarë do ti. Kështu ke kohë për të menduar. Motrat nuk kanë, me sa di unë, nuk e di nëse kjo ka ndryshuar, por nuk kanë një limit moshe, kështu që edhe nëse nuk shërben tani, ndoshta do kesh mundësinë më e rritur, më e madhe. Kështu që rëndësi ka që ti shërben dhe do të shërbyrit, pastaj se si është një gjë tjetër, kështu do ta zbulosh me kalimin e kohës. Po jam mirënjohëse që e ke dëshirën dhe shpirtin e të shërbyrit. Na trego pak për shkollën, Geri, si është shkolla për ty, çfarë të motivon më shumë në shkollë sot? Isha në vitin e 2 gjimnaz, edhe normalisht unë jam në një gjimnaz që është një gjimnazet më korrekte dhe më, le të themi më pak më do më shumë disiplinë se gjithë shkollat e tjera. Është një shkollë që do shumë rregull, edhe ka raste për shembull që edhe nota që mund të marrësh mund të jetë e pakënaqur, mund të jesh e pakënaqur nga nota që merr, sepse me të vërtetë aty duhet mësosh jashtëzakonisht shumë për të marrë një notë shumë të mirë. Edhe në fillimet e mia ka qenë pak e vështirë viti i parë, sepse nuk njeh njëri, nuk njeh mësuesit, nuk njeh teknikën që duhet përdorur për mësimdhënien e shumë gjëra tjera. Nisha vitin e dytë sigurisht që jam mësuar me këtë, por që akoma është pak e vështirë, sepse ka mësuese që janë shumë korrekte dhe shumë e rregullt dhe duhet i mësosh sistematikisht edhe duhet t'i japësh maksimumin tënd, ndoshta edhe për te i maksimumit për të marrë notën që ti do. Edhe gjëja që përse më shumë në shkollë është sigurisht shoqëria, miqësia, po që këtu çajlon pak se nuk është se kam në një miqësi në shkollë. Shkoj në shkollë, çoj mësimin dhe shkoj në shtëpi, nuk kam shumë miqësi, por që është gjë që shmoj më shumë, edhe që unë jam shukesh për faktin që nuk e kam mundësinë që ta kem si. Që po mendoja, Geri, është që një sfidë që mund të jetë për ty është që ti me shumë gjasa do jesh antarja e vetëm nga kisha në shkollë, në klasë patjetër. Nuk e di si ka qenë kjo për ty, se është shumë sfiduese. Edhe unë kam studiuar te Daskal Todri, kam pasur faktikisht antar në klasë, po prap ka qenë sfiduese, sepse shumë pak veta ishin të rinj që shkonim në kishë, ndoshta me ato parime. Si ka qenë për ty kjo anë? Unë për shembull
pavarësisht kudo që të jem, qoftë shkollë, qoftë familje, qoftë edhe në punë, nuk e kam as pak as pak edhe as turp, sepse u thuaj se mund të them që jam e vetmja që mund të jem e krishterë nga klasa ime, mund të jenë, nuk e di, ndoshta mund të jenë dhe dy veta të tjerë, por që ata mund të jenë për shembull të krishterë ortodoks ose ndoshta katolik, por që jam krishterë do të thonë që jam shenjtor, që jam pjesë e kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të tij në mëmosshme, jam vetëm unë, edhe që për shembull gjithë klasa mund të jetë musliman, le të themi, nuk e kam as pak frikë dhe nuk e kam as pak turp të flas për këtë temë. Edhe madje gjatë kohës që do shkonim tempull, ishte periudha që në kishim pushime, por kishim edhe ditë mësimi, edhe më deshte të merrja leje për të shkuar në tempull, edhe kur më pyesin për shembull mësuesit që do shkosh për shembull në Itali, po për çfarë arsye, i them do të kam shkuar me kishën për këtë lloj arsye. Edhe në fakt kjo pjesa e guximit dhe kjo pjesa e kurajës më kanë ndihmuar një anë, sepse nuk është se e kanë marrë që e kanë paragjykuar, por që i është dukur interesante dhe i ka thënë që nuk i prisa në fakt përgjigjet e tyre që të ishin kaq mykpritëse, sepse kur unë thashë do shkoj në tempull, edhe tempulli është vend i shenjtë, domethënë po filloj të flisja për tempullin, domethënë një të rinj që ishin afër meje, po dëgjonin me vëmendje dhe po thonin që sa do rish, çfarë do bësh, çfarë bëhet atje, edhe në fund fare thanë kalofsh mirë, edhe unë ngela bindur thash si ka mundësi që këto nuk po thon asgjë në lidhje me këtë, si nuk po dalin kundër kësaj, edhe them që nga një anë bëj mirë që nuk kam frikë të flas për kishën, sepse është vetë pastaj Perëndia që jep vetë rrjedh gjërave, edhe kështu e bëj gjithmonë, edhe nuk kam pas momente që ka thënë dikush për shembull që nuk du të dëgjoj, po thjesht kam pasur interes edhe më vjen shumë mirë. E mrekullueshme. Mendoj që ndonjëherë këto frikrat dhe këto mendimet janë në kokën tonë, se sa në realitet ndonjëherë njerëzit presin që të dinë për kishën, për ungjillin, po ngurojmë ne, edhe ndonjëherë janë më mikpritës dhe më të mirë, më të sjellshëm sa ne mendojmë. Që më vjen mirë që ke gjetur guximin dhe e ke bërë këtë. Ndoshta mund të vijë një moment që ndonjë shok ose shoqe mund të vinë kish nga kurreshtja apo nga ajo fare që ti e përpjekur të mbjellësh në to. Okej. Patjetër. Ndonjëherë mënyra si ne sillemi, shembulli jon flet më shumë se sa fjalët, kështu mund të jetë edhe kjo. Geri, pyetja ime e fundit që ka të bëjë me shkollën, me profesionin është, a shikon ndonjë nga talentet e tua si pjesë e një profesioni të ardhshëm? Çfarë ëndre profesionale të ngron më shumë ty zemrën? Çfarë ke dëshirë të bëhesh? Sigurisht. Që e vogël kam pasur ëndrën që të bëm ndoshta këngëtare një ditë, edhe vazhdoj akoma ta kem. Është ëndra që do më shoqëroj gjithë jetën. Nuk e di nëse do më realizohet si gjë, sepse nuk është pjesa e vullnetit, apo nuk është pjesa e dëshirës, për shkakti që pritit e mi nuk janë shumë dakord në lidhje me këtë vullnet, në lidhje me këtë vendim që marr. Edhe kam pas për shumë raste ku mund të merrja pjesë për shumë në kompeticione të ndryshme si X Factor ose në programe të tjera, po nuk është se kam shkuar, sepse nuk e kam pas miratimin e prindërve, edhe në themi kjo ëndra mbetet shumë si ëndër në sirtar për momentin.
Është gjë shumë e bukur, ti faktikisht ke një, se unë kam dëgjuar që këndon, mendoj që të ke talent, ndoshta ke nevojë të punosh me këtë, se nuk besoj se ke marrë trajnim profesional për këtë anë, po kjo është një hap që ti mund ta vazhdosh, ndoshta edhe si profesion, mund të krijosh një faqe në rrjetet sociale, një gjë, mund ta vazhdosh. Mos shiko pengesat që ke tani, se jam e sigurt që me kalimin e kohës do bësh diçka nëse përpiqesh me këtë gjë, kështu suksese. Faleminderit. Okej, Gerarda, unë doja të pyesja për një moment tjetër në udhëtimin tënd në Kish, që mesën e ashtër, domethënë ka patur një ndikim shumë të madh, besoj në jetën tënde, është eksperjenca që kishe në FSY apo EPR apo FYU, si kemi shumë emra për të, në fakt, një program fantastik për të rinj të rejat. Dhe doja që të na flisje me fjalët e tua, domethënë si ka qenë për ty të marrësh pjesë në këtë program? Të njihesh me të rinjt nga gjithë bota është një sfidë më vetes. Për shembull në FSY-n e parë që kam pasur, domethënë, unë FSY-n e parë fare nuk kam qenë pjesë, sepse nuk e ndija veten akoma të sigurt për të shkuar apo jo. Herën e dytë pastaj thash, ok, do ta provoj, edhe FSY-ja që kam marrë pjesë për të parë ka qenë në Gjermani, edhe nuk më ka lënë shumë përshtypje të mira, në të drejtën, sepse ne si shqiptar një paraqykoheshim, por ishim shumë të diferencuar, edhe nuk kishim shok ose miq që ishin nga jashtë, domethënë që ishin nga një shtet tjetër, po vetëm rinin bashkë që gjithkohës ne shqiptarë, domethënë, edhe pastaj diçka tjetër pastaj që më ndryshoi mendimin ishte fakti ku thash intervistën time se si jam njohur me Kishën në gjuhën time anëtare, në gjuhën shqip. Do të thonë unë intervistova dhe vizituar atje, dhe më la një mbres shumë bukur, edhe kjo intervistë më bëri përshtypje, edhe ishte arsyeja pse doja të shkoja prap në FSY këtë vit që kaloi, edhe kjo FSY-ja që ishte këtë radhë ishte akoma dhe më e bukur, shumë e bukur, sepse nuk ishte që ishte aq më shumë rregulla dhe aq më shumë disiplinë, ishte pak më e lirshme, duke qenë se jemi çik të si kemi shqep shumë të rregullat. Edhe kam njohur edhe shumë goca, shumë shoqe të mira. Biles kam pasur privilegjin që edhe të njihesha me vajzat nga Kosova, që ishin me vërtet goca shumë të mira, edhe që i kam shoqe shumë të mira. Kemi kaluar një periudhë shumë të bukur. Po janë kujtime vërtet shumë të bukura të FSY-s, apo jo? Dhe miqësitë që ju lidhni aty janë miqësi që ju mbajni gjatë gjithë kohës, edhe më bëj shumë qefi që ke patur një eksperiencë e bukur. Si dhe ti, domethënë, unë dhe Nida kemi patur mundësinë që të jemi në FSY, në EPR që atëherë, në fakt, kjo ishte para shumë vitesh, dhe ishte një eksperiencë fantastike, mund të flas për veten time që ka qenë një eksperiencë që unë nuk e harroj kur, sepse siç e the edhe ti, domethënë janë ato marrëdhëniet që ju lidhni me njëri tjetrin, por edhe fakti që ju të gjithë, domethënë në përgjithësi flisni për Ungjillin e Jezu Krishtit, që gjë që nuk ndodh shpesh në jetën tonë të përditshme, por ti jesh aty për një javë, edhe ditë për ditë të flisni për Ungjillin, të lexoni shkrimet e shenjta, edhe të bëni këto aktivitetet fantastike, është një gjë shumë e bukur. Pa dyshim, unë e mbështet shumë këtë që te i gjoni, ka qenë, mendoj që edhe një pjesë e konvertimit tim, ose një pjesë e mirë e dëshmisë time erdhi dhe për FSY-s e për anë atë kohë, jemi bërë çik të mbej pa një mosh, po është një kujtimet më të bukura që unë kam nga gjithë rrugtimi në Ungjill, kështu e çmoj shumë, edhe janë me fat ata që kanë mundësi të marrin pjesë në FSY. Kështu është dhe një ftesë për të rinjt, nëse e dyshojnë, do bëjnë miq shumë të mirë atje. Unë e them gjithmonë në FSY, mërzitesh ditën e parë kur shkon, se duket shumë çuditshëm, edhe do të kthehesh në shtëpi, po ditën e fundit dhe ditët e fundit nuk do më që të largohesh nga aty, dhe të gjithë janë shumë emocional, kështu është eksperiencë mrekullueshme.
Po, në fakt, kur kam shënë këtë vit në FSY, kur ishte dita e fundit që ndanin dëshmit tona, kemi qarë, sepse me të vërtetë na mungonte shumë um, ajo mbledhja së bashku edhe aktivitetet që bënim së bashku. Po, është shumë bukur. Doja që Geralda mund të na flisë tani sepse ti e preke pak a shumë këtë fakt që duke qenë nga Shqipëria, domethënë edhe duke shkuar në FSY-n internacional, ju shikoni disa diferenca, po disa gjëra që janë ndryshe. Edhe fal teknologjisë, ti besoj se ke parë botën, i shikon domethënë gjërat e ndryshme që variojnë nga shteti i Shqipërisë me shtetet e tjera të huaja. Çfarë mendon ti ka Shqipëria që asnjë shtet në botë nuk e ka? Gjëra që vije të re edhe nga të huajt kur vinë, është fakti që ne jemi shumë babaxhan si popull, jemi shumë persona të dashur. Qofse për shembull në Amerikë, për shembull, ose diku tjetër, dikush takohet vetëm me një zënje dore, ne kemi të përqafojnë, do të pufin, do të kështu që besoj se janë njerëzit dashamirës që nuk i has në vendet të tjera të botës. Edhe sigurisht Shqipëria është një vend që është një vend mesatar, ka një klimë mesatar, edhe për këtë jemi shumë bekuar që kemi një natyrë, kemi një peizazh të jashtëzakonshëm. Ka pika turistike shumë të bukura, për shembull Syri i Kaltër ose liçeni i Orit ku ka është me vërtet interesante të vizitosh. Pra ka shumë gjëra të bukura që Shqipëria ka. Edhe Po, është shumë e vërtet kjo. Unë e vlerësoj shumë që sa me dashuri flet për Shqipërinë, sepse janë të vërteta, ka shumë bukuri natyrore, edhe shumë gjëra të bukura që vërtet edhe bota e ka zili Shqipërinë, edhe duhet jemi mirënjohës që ju jetoni aty, domethënë që gjithë kohës se keni këto bekime të përditshme. Çfarë do të thuash është ndoshta një nga sfidat më të mëdha për të rinj të rejat që jetojnë në Shqipëri aty, dhe si mund ta përballojnë atë vështirësi? Si më e madhe që kanë të rinj, gjithashtu edhe familjet, është sigurisht pjesa ekonomike ose ajo financiare, ku shumica prej shqiptarëve janë larguar jashtë për këtë pjesë. Edhe mendoj se vështirësia më e madhe që mund të kenë të rinj, por posaçërisht mund ta kem edhe unë, është për faktin se ndoshta nuk shohim një të ardhme të mirë, ose ndoshta nuk shohim një punë me një rrogë ose me një pak të konsiderueshme. Kështu që besoj se kjo është vështirësia që hasin përveç se të rinj që akoma e kanë mirën përpara, por edhe familje shqiptare që ende nuk janë mësuar me pjesën e kësaj gjëje. Se edhe çmimet pothuajse janë në stratosferë, kështu që një pak shumë e ulët dhe një çmime shumë të mëdha të larta, besoj se mund ta bëjë jetesën shumë vështirë, kështu që. Geri, ti tani je një moshë, ndoshta ke menduar për familjen tënde të ardhshme, kështu duhet të pyesja pak dhe për këtë. Çfarë vlerash do doje ti që të kishte familja jote e ardhshme? Partneri që i ardhmes apo familja në përgjithësi? Çfarë do duash ti, po mendoj familja në tërësi, më thënë, çfarë do bëje një gjë që ti mendon që do ishte me vlerë, ose ndryshe nga ajo që ka bërë familja jote, ose më mirë. Çfarë vlerash do doje që të kishte familja jote e ardhshme, fëmijët, ju të gjithë si familje? Tani, për të krijuar një familje, sigurisht që do të jenë 2 ose më shumë persona, ose po më saktë nis me 2. Edhe mendoj që domethënë pjesa e parë që për të krijuar një familje është pjesa bashkimit, pra ti bashkohesh me një mashull, pra një individualist tjetër, dhe për shkak të pëlqimit që ke, ose për shkak të disa gjërave që të përbashkëta ose jo që pëlqejnë midis njëri tjetrit, edhe domethënë kjo bashkimi, siç është ajo shpreha që bashkimi bën fushin, me anë të bashkimit të këtyre personave ne
krijojmë një familje, pra krijojmë një shtëpi tonën, një buxhet tonin, një punën individuale që mund ta ketë bashkëshorti im dhe unë, pra secili nga ne punon dhe ka rrogën e tij, pra jo duke qenë se jemi dy veta, nuk do të thotë që domethënë ne jemi të varur nga njëri tjetri, thjesht jemi të pavarur, pra unë me rrogën time dhe me punën time dhe bashkëshorti im me rrogën time dhe me rrogën e tij dhe punën e tij. Pastaj duke krijuar domethënë duke filluar nga zero dhe duke krijuar domethënë një shtëpi, një vend ku ne mund të strehomi. Kemi pasaj edhe fëmijët tanë që gjithashtu do rriten me frym me shumë frym të mirë, duke pasur barazi, duke mësuar domethënë barazinë gjinore, duke i mësuar pse jo edhe për ungjillin, që është pjesë shumë e rëndësishme që t'i ftojmë domethënë fëmijët tanë që të marrin nga ungjilli, sepse në të vërtetë është duke qenë se jetojmë në një kohë shumë të keqe, besoj se për ta do jetë një shpëtim studimi i ungjillit, edhe do jetë një vlerë shumë e madhe që unë personalisht familjes time doja qas, sepse e kam pasur vetë si eksperiencë edhe nuk jam zhgënjur dhe besoj se as fëmijët e mi në të ardhmen apo dhe bashkëshorti im në të ardhmen do zhgënjehen, kështu që kjo është domethënë një familje e lumtur është pasur komunikim, dashuri, bashkim, shumë gjëra të tjera. Uroj që ti kesh gjitha këto gjëra dhe të vazhdosh të përpiqesh në të ardhmen për këto gjëra, shumë gjë e bukur. Po do doja dija tani edhe për familjen tënde aktuale, për çfarë je ti mirënjohëse, për marrëdhënien që ke pasur me prindit e tu dhe si u kanë rritur ata, mënyra se si u kanë rritur juve si fëmijët e tyre. Unë personalisht më thash jam rritur me prindër që më kanë rritur, le të them, para kohë, më kanë mësuar shumë gjëra që e vogël, edhe le të them kam qenë më pjekur për shembull se mosha ime, edhe kam qenë pak me këmbë më në tokë. Edhe më vjen mirë fakt që prindërit e mi kanë filluar me hapa të shpeshta drejt meje, sepse më ka bërë shumë mirë. Më ka bërë edhe keq nga një anë, por edhe shumë mirë nga ana tjetër, se nuk më kanë lejuar që të gaboj kollaj, edhe nuk më kanë lejuar që të marr vendime të gabuara në jetë që më pas më pendohen. Edhe unë përgjithsisht jam rritur, unë jam një vajzë që unë duroj shumë dashuri dhe jap shumë nga koha dhe nga vëmendja ime, por që vetë jam rritur në një familje që ka qenë pak e ftohtë, edhe pak stabil, edhe duke pasur vetë këtë mungesën e dashamirësisë, së kohës, së vëmendjes, mendoj se ja transmetoj të tjerëve në mënyrë që nëse ata e ndjejnë këtë mungesë, nëse ata mund të ndjerë kështu si unë t'i afroj atë mundësi që t'i jap dashurinë edhe t'i jap mbështetjen, ngushëllimin. Faktikisht më bëri shumë përshtypje. Mendoj që këto janë mendimet e çdo fëmie, sidomos kulturën tonë, po mendoj që prindit tanë ndonjëherë ose gjyshrit kanë kaluar shumë sfida, luftra edhe janë dashur të jenë ashtu ose janë rritur të ftohtë nga prindit e tyre sepse ashtu kanë qenë dhe thanat dhe aq kanë bërë më të mirën që ato dinë. Ndoshta edhe unë nuk kem pasur shumë raste që jam ankuar prindërve të mi, sidomos mamit, po është një gjë që ne mund të bëjmë ndryshe, si ti thua, ti thyejmë këto barierat ose traumat që kanë ngelur ndër breza, kështu ne mund të bëjmë më mirë sepse di më mirë, kemi më shumë informacion,
që kemi mundësinë të ndryshojmë këto gjëra, por nuk është për fajin tyre, është për fajin që ato kështu kanë menduar që është më mirë, edhe kanë bërë më të mirën që ato kanë ditur në atë kohë edhe në atë moment. Kështu shumë shumë mirënjohës për prindit e tu që të kanë bërë kështu, po për gjithë prindit që i duan fëmijët dhe mundohen për më të mirën. Okej, doja të pyesja pak dhe për talentet e tua, Geri. Na trego pak çfarë të pëlqen, çfarë hobi ke, si e kalon kohën e lirë edhe pyetja ime tjetër është cili talent të ndihmon ty që të shprehësh atë që nuk e thua dot me fjalë. Unë zakonisht në kohën e lirë, domethënë çdo gjë që bëj qoftë edhe kur kam provim ose ndoshta edhe shoh kur jam duke dal, dhe kufin vesh dhe dëgjoj muzikë. Nuk kufit i kam pjesë shumë të rëndësishme, domethënë janë trupi im pothuajse. Nuk shkoja në asnjë vend pa to, edhe muzika është literaturë e jetës time, që e vogël edhe vazhdoj akoma ta kem si pjesë më të rëndësishme të jetës, sepse sigurisht më ka ndihmuar edhe në gjendjen time emocionale. Kur kam pasur një periudhë shumë vështirë, nga periudha domethënë janar prill, muzika më ka ndihmuar dhe më ka qenë qetësimi im. Edhe unë jam një tip që po të më gjosh jam çdo 5 minuta duke kënduar në një këngë, sepse më pëlqen njerëzit shumë. Ndërsa kohët e fundit tashmë kam filluar edhe të krijoj poezi, sepse kam filluar edhe nga një anë të shpreh atë që nuk mund ta them dot me fjalë, ose ndoshta ndonjë mendim, ndoshta ato mendime negative që mund të kem, mund t'i shkarkoj duke shkruar një poezi, duke i kuruar ato me fjalë sa më të bukura, edhe paka shumë këto hobet që unë kam nuk janë vetë se hobe, por janë pasione, janë pjesë e jetës time, edhe janë mënyra më mirë kur kam nevojë që qetësohem edhe kur kam nevojë për kohën time. Bravo, në mendoj që Zoti të ka bekuar me talente, kështu shpresoj të vazhdosh ti përdorësh ato që mos ngelin vetëm aty. Geralda, doja të pyesja tani në një situatë të tillë, nëse ndonjë shok i yti mund të pyesë ty që pse ti beson në Jezu Krisht, si mund t'i përgjigjesh atyre? Ma kam bërë këtë pyetje dhe përgjigja që kam dhënë është duke qenë se askush nga ne nuk mund të sakrifikonte veten për gjithë njerëzimin. Besoj se kjo është shlyera e Jezu Krishtit, është pika më kulmore ku gjithë duhet të reflektojnë dhe të mendojnë që Jezu Krishti ishte aq shqipërullur dhe ishte aq dashamirës sa dhe ne ishim ata, ne njerëzit ishim ata që e kryqëzuam atë. Dhe në fund, pavarësisht se ne i sollëm gjithë ato vuajtje atij, ai prapë tha që falja ata sepse nuk dinë çfarë bëjnë. Kështu që mendoj se mënyra që Jezu Krishti dha jetën për ne është mos e besueshme që vazhdoj akoma që besoj në Jezu Krisht, edhe qoftë edhe po ka pasur përveç kësaj se ka rast për shembull që mund të thonë që ky është një budallik, si ka mundësi që dikush t'jap jetën për gjithë botën. Por kam dhënë eksperiencat e mia, kam dhënë bekimet që kam marrë nga jeta ime personale. Nuk i kam problem t'i ndaj ato me njerëzit, edhe kam dhënë disa bekime që Perëndia më ka dhënë, që Jezu Krishti më ka dhënë, edhe kur i kam folur atyre për eksperiencat që kam pasur aktuale dhe me të vërtetë në jetën time, kam thënë që nëse ti do fakte që kjo gjë është e vërtetë, atëherë unë po t'jap eksperjenca nga jeta ime. Edhe mendoj se tani
vetëm po trej vetë, se tash zgjidhje tjetër nuk ka, se tani ka raste që edhe njerëzit nuk është se janë mbush mendje të gjithëve, kështu që besoj se kjo është. Një përgjigje shumë e saktë, shumë e bukur kjo, sepse është vërtet besimi që ne kemi individual, dëshmia jone që ekziston një shpëtimtar dhe ekziston dikush që i kupton të gjitha gjërat, edhe është aty për të na ndihmuar. Kështu që jam mirënjohës që e the këtë shumë bukur, shumë saktë. Ti na the më parë se ti nuk ke turp që të jetosh ungjillin e Jezu Krishtit midis shokëve të tu, sidomos edhe në shkollë. A ke ti ndonjë këshill që do t'i jepje të rinj të reja që na dëgjojnë, se si ata mund të bëjnë të njëjtën gjë si ty? Dua t'i them të rinjve që besimi është për guximtarët, besimi është për njerëzit që guxojnë dhe që japin nga vetja e tyre për t'i mësuar të tjerëve mbi atë çka ti ke marrë, edhe duhet të kesh një dashuri dhe jo një egoizëm. Pra, nëse ti ke marrë bekimin dhe nëse ti ke marrë një rrugë me të vërtet mirë, atëherë duhet të jesh i gatshëm dhe duhet të jesh i devotshëm për ta ndarë këtë eksperiencë të bukur, për ta ndarë edhe ti bekimin jetës tënde, të mirat e jetës tënde me të tjerët. Edhe mendoj se kjo është, domethënë, këshilla që unë do t'i jap gjithë të rinjve, që mos kenë frikë për të folur mbi ungjillin, mbi Krishtin, sepse kultura dhe feja nuk është asnjëherë turp, edhe të flasësh me dikë dhe t'ja japësh dikujt nga vetja jote dhe t'ja japësh dikujt një ndihmë dhe një shtys është dashuri, është përullësi dhe nuk kemi asnjëherë egoizëm. Shumë e vërtet kjo. Donë se është e vështirë, ne duhet të bëjmë pamundurën që të jemi një shembull për të tjerët, apo jo, dhe të jetojmë ungjillin me aq sa mundësi që kemi, por sepse mbaj mend edhe nga presidenti Monson që ka thënë një thënie shumë të bukur, që tha nëse ju qëndroni antar të kishës, ju nuk do të jeni vetëm, sepse Perëndia do të jetë aty me ju. Kështu që kjo është e vërtet. Do se jemi në përfundim të bashkëbisedimit tonë, doja që të na flisje për eksperiencën që ti na ke thënë, ku ti ke rrezikuar besoj jetën tënde për të shpëtuar jetën e tjetrit. Nëse ndihesh rehat për të na folur më shumë rreth kësaj, mund të na ndash që çfarë ndodhi me pak fjalë dhe çfarë ke mësuar ti rreth kësaj eksperience. Okay. Periudha kur ka ndodhur kjo pjesë, ka qenë pikërisht periudha e Krishtlindjeve, periudha që jemi tani. Kam pasur, kemi pasur një aktivitet që kemi si çdo vit për Krishtlindje, edhe duke qenë se kishim Krishtlindjet dhe për mua Krishtlindjet janë një ndër festat më të rëndësishme që unë çmoj. Kam marrë një shoqen time me vete, për shkak se doja që ajo të merrte pjesë në prova edhe në aktivitetin që do të zhvillonim. Dhe pasi mbaruan provat, ne do shkonim në shtëpi edhe mua më desh që ta shoqëroja atë vajzë, sepse ajo kishte shtëpinë pak më larg, edhe duke qenë se unë e mora, ndihesha e detyruar që ta çoja atë në shtëpi. Dhe duke kaluar, domethënë, vizat e bardha, unë duke kaluar vizat e bardha, ishim duke bërë muhabet me njëra tjetrën, edhe ajo nuk po e vinte re që makina ishte duke ardhur, edhe unë fatmirësisht e vura re. Dhe duke qenë se ajo nuk e vuri re, mua më desh të shtyja atë vajzë, pra ta shtyja të përpara në mënyrë që makina mos ta përplaste,
Ndërsa vetë, domethënë qëndrova në vend edhe makina domethënë më vërplasin mua, edhe nuk mbaj mend detaje, por që thjesht kur jam zgjuar kam qenë në spital, nuk e di se kush më solli atje, as nuk e di se si përfundova në spital. Thjesht ndeta në reanimacion për një ditë, sepse nuk u mbaja mend asgjë. Madje nuk mbaja mend as mamin, pra kur e shija atë që ishte në dhomë, i thoja kush je ti, që po qëndron me mua. Pastaj mu desh të shkoja në shtëpi, ditën tjetër, më pas shkova përsëri në spital, pasi kisha dhimbje shumë të forta. Po, domethënë shkova në shtëpi, ditën tjetër shkova në shkollë, pra nuk e lash shkollën, dhe gjatë kohës që isha në shkollë, kisha dhimbje shumë të mëdha në bark, tek pjesa e barkut, edhe shkova përsëri në spital. Edhe shkova atje bëra analizat, edhe përveç aksidentit që kisha, më desh edhe të operohesha nga apendiciti. Edhe pra le të themi periudhën e Krishtineve kam kaluar në spital, edhe gjëja më e bukur që mbaj mend nga kjo eksperiencë është fakti që President Dodaj, President Juba bashkë me bashkëshortën e tij dhe President Kashari erdhen edhe më dhanë mua një bekim, edhe ishin të vetmit që kishin ardhur në fakt në spital, sepse as ajo vajza të cilën unë shpëtova jetën nuk erdhi në spital, edhe ishin të vetmit që kishin ardhur. Më dha një bekim mua, edhe isha shumë e lumtur që i pash, edhe erdhen aty. Shumë është rënqesi kjo historia, Gjerë, nuk e dija që kishte ndodhur kjo, po jam shumë mirënjohëse, besoj se shumë veta nuk e din, ndoshta edhe prandaj nuk kanë ardhur apo nuk kanë pyetur si je. Më bëhet shumë qejf njëherë që ka kaluar dhe ti je mirë, dhe jam shumë mirënjohëse që ke arritur të shpëtosh jetën e dikujt tjetër, edhe pse mund të kushtonte ty jetën, kështu jam e sigurt se do marrësh bekime, ndoshta fakti që ti je gjallë është edhe pjesë e këtyre bekimeve. Por jam mirënjohëse që ka kaluar dhe shpresoj tani të gëzosh shëndet edhe gjithçka të shkojë mirë. Kemi ardhur në fund. Unë do të bëj pyetjen që ne i bëjmë çdo të ftuari. Na trego pak Geri se çfarë do të thotë për ty që ti je një shenjtore e ditëve të mëvonshme. Shenjtore e ditëve të mëvonshme është një sfidë, domethënë nga koha që kemi ardhur është një sfidë më vete. Është një sfidë, është jam e durshme bukur. Është një vend ku ti mund të mësosh si të kesh durim, është një vend ku ti mund të mësosh se si mund të kesh dashuri, është një vend ku ti mund të mësosh se si të falësh dashuri edhe të japësh, edhe nëse ti nuk merr asgjë, mbrapsht. Është vendi ku me vërtet janë njerëzit më besnik, janë njerëzit më me dashuri dhe më me përkushtim, edhe mendoj që edhe ti është një shenjtore e ditën të mëvonshme, është një bekim. Edhe unë e kam parë të në jetën time, edhe e kam provuar vetë që kam pasur një ndryshim drastik, kam parë që kam qenë shumë ndryshe nga shumë adoleshent apo nga shumë moshatar të vendit tim, edhe jam ndjer krenare, jam ndjer shumë e fatë që jam pjesë e saj.
Unë jam shumë rinjose për ty, Geri. Jam rinjose që ti përpiqesh të jesh si Jezu Krishti. Jam rinjose për dashurinë që ke për atë, edhe që përpiqesh ta zgjedhësh atë çdo ditë të bësh më shumë si ai. Edhe të uresh shumë suksese në gjërat që do bësh. Edhe shpresoj të vazhdosh kështu edhe të jesh e sjellshme e mirë, e të jesh një shembull për të rinjt, po edhe për njerëzit që të rrethojnë. Edhe unë gjithashtu, Geralda, doja të falenderoja shumë për shembullin tënd, për dëshminë që ti ndave me ne, për eksperiencat e shumta që ti ke patur në Ungjillin e Jezu Krishtit, por edhe për shembullin, siç e tha Anita, që ti je për të rinjt, për bashkëmoshatarët e tu dhe për besimtarët. E di që nuk është e lehtë, por bekimet janë të shumta dhe ja vlen si thua mundimin dhe sakrificave që ne bëjmë, që të jemi shenjtor të dive të mëvonshme dhe të përpiqemi sa më shumë që të jemi një shembull për të tjerët. Kështu që faleminderit edhe një herë që ishe në podcastin tonë. Asgjë, ishte kënaqësi. Okej, falenderojmë edhe një herë të ftuarën tonë Geralda Cullaj dhe ju miq të dashur që ndoqët këtë episod numër 67 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën tonë për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Do të ishim mirënjohës nëse ju mund të na bëni subscribe kanalit tonë të YouTube-it, ku mund të mos humbisni dhe episodet e përjavshme që ne publikojmë. Nëse ju doni të merrni pjesë, na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale, por gjithashtu edhe në emailin ton sheshpodcast24@gmail.com. Unë ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen tuaj në këtë episod dhe mirë takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.